Dinamo shkon në play-offin e Conference Ligës. Sigurisht që derisa kemi arrit në këtë nivel, besoj që e kemi merituar, sepse kemi pasur ndeshje të forta si me Astanën, me Audën apo me Aluminin. Natyrshëm që na pret një ndeshje akoma më e vështirë me Pafos, sepse po të kujtojmë jo më shumë se vitin e kaluar, ka qenë një ekip që ishte në grupet e Champions Ligës. E dim që koeficienti i ndeshjes është i niveli shumë të vështirë, por që fund fare do bëjmë gjithçka për të tentuar që neve të marrim maksimumin nga ndeshja e parë, pastaj të marrim ndeshjet 1-1.